ne këtu jemi me një qëllim të vetëm. Të kërkojmë rivendosjen e ligjit, kushtetutës dhe demokracisë në vend. Kjo ndërtesë këtu është qeveria e Republikës së Kosovës, në të cilën edhe unë dhe profa Enver shumë prej nesh kemi pas nderin me shërby. Nuk ka privilegj e nder më të madh se me pas mundësi me i shërby vendit tonë. Mirëpo dhe nuk ka krim më të madh se sa kur besimi qytetar keq përdoret dhe zyret e popullit uzurpohen. Këto zyre janë të uzurpuara nga një deputet dhe po aq sa ka të drejt ai të jetë aty, po aq kemi të drejt edhe ne. Kjo është e para. E dyta, ai duhet të jetë në kuvend aty bashkë me ne për të themeluar institucionet, për të konstituar kuvendin. Nuk jemi ne këtu me bo poq. Ne jemi këtu me i thonë Albin Kurtit, zotëri e janë kuvend, shumicën e ke, ndërtoje qeverin dhe ecin tutje. Po ai njeri jashtëligjshëm pa asnjë lloj mbikëqyrje parlamentare, mbram vonë kanë marrë vendime. Kush janë ata që marrin vendime? Me çfarë mandati? Këtu, në ndërtesë qeverisë. Pra ne jemi këtu për mi thonë Albin Kurtit e janë në kuvend, aty e ke vendin, ti ndërtojmë institucionet, pastaj ecim tutje. Jo, na nuk jemi me pengu. Do të thonë, ai është bo pengesë. Ne këtu jemi mja kujtu detyrën. Kjo është qeveria e Republikës së Kosovës, e cila jashtëligjshëm është duke u qeverisur në thojza nga një deputet siç jam unë dhe siç janë gjithë kolegët e mi këtu. Jemi këtu me këty, me u mundu, me bo përpjekje dhe s'kemi me undal. Nuk kemi me undal. Do të rrim këtu të presim sa vjen ai që i thot vetit kryeministër. E më pas, sot po ashtu ju njoftoj që do të jemi sërish në kuvendin e Kosovës, do të përsërisim kërkesën formale zyrtare për thirrjen e seancës nesër, sikurse që do të kemi edhe aktivitete tjera për cilat do t'ju bëjmë të informuar. Nuk është këtu qëllimi konferencë për shtyp se mundemi me mbajt kudo. Këtu jemi me prit një njeri që jashtëligjshëm e ka uzurpu këtë zyre e deputetëve të tjerë, po ua pamundson themelimin e institucioneve. Do të këto deri në ardhjen e Kurtit? Po e presim, ndoshta nuk frigohet me ardhë. Ata ndonë se nuk janë për momentin këtu janë Prishtinë, disa prej tyre janë jashtë vendit me punë, jo me pushime, po jemi bashkë, nuk ka asnjë lloj çarje, asnjë lloj përçarje, jemi bashkë, siç po shihni. Si tako, ai përjashtoni metodat e ndikueshme të vetëvendosjes së opozitbërjes, gazin lëvësjet dhe metoda tjera të përdorura në kohën kur vetëvendosja ka qenë opozit. Ai përjashtoni ju si ne nuk kemi gur e as gaz për institucionet të cilat me shumë mund e sakrificë i ka ndërtu ky popull. Ne, do të thonë, ka mundësi për protestuar, ka mundësi për të shprehur e demonstruar pakënaqësinë, pa qenë i dhunshëm edhe pa qenë banale vandal.